Një tjetër aktivitet i kësaj jave, i cili nuk e bën dot të skap se ta bëj zhurmën e lajmeve të këqija dhe e gënjeshtrave të amplifikuara, ishte edicioni i dytë i Bread and Heart Festival, festivali i bukës dhe i zemrës, festivali ndërkombëtar që sjell në Tiranë një numër mbreslënës, arkitektësh dhe profesionistësh të zhvillimit urban, duke praktikisht mbledhur rreth një sofre personalitete të jashtëzakonshme. Fitues të Nobelit të arkitekturës Pritzker Prize, të cilët vinë nga të gjithë kontinentet, nga Europa, Azia, Amerika Veriore, Amerika Latine, dhe të cilët ishin mbi 600 këtu, pastaj edhe së bashku me partnerët e tyre lokal, me vajza e djem që merren me arkitekturë, merren me zhvillim urban, dhe që faktikisht jetojnë ditë vërtet të paharrueshme të karrierës tyre, sepse bashkëpunojnë me mjeshtat më të mëdhenj në një shkollë të hapur arkitekture dhe planifikimi urban, siç është bërë sot Shqipëria. Tirana u kthye në një hapësirë shkëmbimi idesh, përvojash mes këtyre personaliteteve, të cilët kanë parë shumë, të cilët udhtojnë shumë, të cilët bëjnë projekte kudo, të cilët janë kudo të ftuar dhe të mirëpritur, por të cilët janë absolutisht mirënjohës për këtë mundësi që i jep festivali për të qenë së bashku dhe për të ndërvepruar së bashku, gjë që nuk e bëjnë në pjesën tjetër të rrugëtimit të tyre. Dhe mes tyre ishte edhe Dong Yugan, pasuesi, pasarsi i arkitektit legjendar Kong Jian-yu, aktualisht drejtuesi i studios prestigjioze Turenscape, një prej emrave më të vlerësuar në botë në fushën e arkitekturës peizazhit. Dhe Dong Yugani është faktikisht udhëheqësi i konsulencës për peizazhin e mbrojtur të Vërnecit brenda grupit të madh të punës me projektin të cilin flamengot e veshur me flamur dhe që flasin dhe rëndom nuk din çfarë flasin në bulevard, kërkojnë që ta anullohet. Projekti është duke u zhvilluar, është duke u punuar, është duke u materializuar hap pas hapi nën syt dhe falëmendjes disa prej arkitektëve më të mëdhenj të botës. Dhe Dong Yugani është pjesë e atij grupi, së bashku me inxhinier mjedisor nga më të mirët në botë, së bashku me ekonomist, së bashku me studius të cilët do të merren me impaktin ekonomik dhe social, me impaktin ambiental e kështu me radhë. E kam thënë dhe po e përsëris se këtu në këtë çorb që zihen me zhurma të mëdha, është vështirë që të kaloj fjala e thënë me decibelët normal, po e kam thënë dhe përsëris. Ai grup ka ardhur në Vlorë, atëherë kur u fol vetëm për ardhjen e Ivanka Trumpit, por ishte një vizitë dyditore me atë grup të madh dhe janë bërë diskutime, workshope, dhe një workshop i veçantë ka qenë që i gjithë grupi është ulur dhe ka dëgjuar disa profesorë me reputacion të lartë në Shqipëri, profesor të historisë, profesor të gjeografisë, profesor të etnologjisë e kështu me radhë. Kështu që është e pakonceptueshme, duhet të jesh komplet i papërqendruar që të besosh se ata njerëz janë bashkuar bashkë, ata bashkë investitorë që mund të shkojnë kudo në botë dhe që kanë bërë plot gjëra nëpër botë, të krijojnë këtë ushtri të madhe njerëzish ëndrimtar edhe ambicioz,
për të ardhur dhe për të vrarë flamengot. Duhet t'jesh komplet i papërqendruar që ta hash këtë lloj flamengoje. Kështu mendoj unë. Gjithsesi, siç thash, i kemi të qarta punët në demokraci, disa zgjidhen për të punuar, disa punojnë për të zgjedhur, disa të tjerë as punojnë as zgjidhen, por protestojnë, disa punojnë, protestojnë, punojnë, disa të tjerë nuk dinë as vetë se ç'a kërkojnë. Është liri, është demokraci. Shiu ka punën vet, ne kemi punën tonë, thoshte legjendari Loro